politika dhe mirë se keni ardhur. Ju falenderit që respektuat ftesën tonë të shoqatës Mundëdje për të mbyllur bashkë një moment gëzimi dhe krenarie të ligjshme për një nga ngjarjet kulmore të historisë kombëtare dhe posaçërisht të historisë të trevës së Mundëdjes, siç është 95 vjetori i shkollës së parë shqipe të Mundëdjes, hapur në Libosh në gusht të vitit 1908. Duhet të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të falenderoj posaçërisht ata që kanë ardhur më nga larg, nga Lushnja, nga Fjeri dhe nga Libosha. Të falenderoj pranimin e drejtoreshës së arsimit të rrethit të Fjerit, zonjës Adelina Rista, që na ka nderuar me pjesëmarrjen e saj, të zotit Misi Koçi, përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, që gjithashtu vjen këtu me një status të dyfish, duke qenë edhe bashkëvendos nga Mundëdje. Pavarësisht se nuk jemi të tërë në fushën e arsimit dhe veprimtarinë tonë të përditshme, ne kemi kënaqësinë të kemi pranimin e disa ish mësuesve, po gjithsesi në jetën e vet njeriu mbetet gjithnjë ish nxënës. Kështu që kemi një arsye të kujtojmë dhe të lumtojmë së bashku. Do t'ja